Komponenta e 4 kyçe sa i përket këtij projekti ka të bëjë edhe me integrimin e Kosovës në SEPA apo Single Euro Payment Area, që nënkupton transfere apo kosto të transfereve tepër më të ulta se sa ato që janë aktualisht. Ne mendojmë që nuk ka nevojë Kosova ta merrë një borxh të tillë, një kredi për një asistencë teknike. Marrëveshja parasheh themelimin dhe financimin e kapitalit fillestar të bankës zhvillimore, pra një projekt tepër i rëndësishëm dhe prioritet për qeverinë tonë. Gjithashtu marrëveshja parasheh edhe shtimin e kapitalit në fondin për garanci kreditore, pra për dritare të reja shtesë, që të përmirësohet qasja në financim për ndërmarrjet e vogla mikro dhe të vogla të mesme. Gjithashtu marrëveshja parasheh edhe mbështetjen e fondit për sigurimin e depozitave në ndryshimin e kornizës ligjore, po ashtu edhe në shtimin e kapitalit shtesë në mënyrë që depozitat e siguruara në Republikën e Kosovës, pra në bankat komerciale, niveli të ngritet nga 5.000 euro sa është aktualisht, pra që është niveli i depozitave të siguruara në 10.000 euro. Pra, për momentin, deri në 5.000 euro si cila llogari janë depozitat e siguruara dhe të garantuara që kthehen në rast të ndonjë eskalimi, ndërka synimi është që kjo shumë pra të qohet në 10.000 euro. Dhe gjithashtu komponenta e 4 kyçe sa i përket këtij projekti ka të bëjë edhe me integrimin e Kosovës në SEPA apo Single Euro Payment Area, që nënkupton transfere apo kosto të transfereve tepër më të ulta se sa ato që janë aktualisht. Shuma totale e marrëveshjes është 49.3 milion euro, ndërka që periudha e kthimit për 35 milion euro, pra për komponentën A, është 5 vite grace periud dhe 25 vite kthim, ndërka që për komponentën B është 14 milion euro dhe 5 vite grace periud dhe 5 vite tjera kthim. Ne mendojmë që nuk ka nevojë Kosova ta merrë një borxh të tillë, një kredi për një asistencë teknike, në cilën ne jemi të bindur që kjo mund të mbuluohet nga vetë jo, domethënë nga ministria, për shkak se buxheti i Republikës Kosovës e mundson një gjë të tillë, të pas parasysh që kemi shumë marrëveshje dhe shumë kredi. Pra banka zhvillimore parasheh që përmes ofrimit të instrumenteve të reja shtesë, e këtu ndërlidhem edhe me pyetjen që ishte a do të ketë crowding out apo a do të ketë konkurrueshmëri apo konkurrencë me sektorin privat, në fakt që do të jetë komplementarizim. Pra në situatat ku ka mungesë likuiditeti apo në situatat ku bankat kanë arritur ekspozimin maksimal, këtu hyn pastaj edhe banka zhvillimore. Ideja është që të ofrohen edhe instrumente tjera të garantimit të pagesave apo instrumenteve të quajtura garantimit pagesave për import apo për eksport, të cilat bankat aktuale komerciale mund të kenë kufizime sa i përket edhe ekspozimit apo nivelit të ekspozimit. Ndërka që fondi për garanci kreditore nuk e ofron një gjë të tillë, pra ofron vetëm garancinë e kredive, por jo garanci për pagesë. Po, domethënë kjo është tjetra dhe synimi është që tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të arrihet edhe përmes partneritetit me sektorin aktual bankar. Të propozoj, pra e para është çështja e çmimeve të naftës dhe të energjisë, të cilat kanë një reflektim pastaj edhe tek çmimet të gjitha produkteve tjera dhe tek vështirësimi i standardit jetesës së qytetarëve të Kosovës. Pra thjesht kërkojmë një raportim nga Ministri i Financave se çka ka bërë deri tash qeveria e Kosovës ose çka po planifikon që të bëjë për të mbrojtur dhe për të përkrahur qytetarët e Kosovës ndaj këtyre çmimeve.